Vllaznia rikthehet tek fitoria që mungonte prej 2 javësh në kampionat, ku çeblut mposhtën 1-0 Dinamon në Loro Boriçi fal golit të shënuar nga kapiteni Bekim Balaj në pjesën e parë. Ishte minuta e 14 kur bomberi Shkodran shënon duke shpërthyer festa në Loro Boriçi. Miq pretenduan për një pozicion jashtëloje, por pas verifikimit në VAR, goli akordohet. Dinamo mundohet të reagojë, madje blut shënojnë me Berishën, por goli anulohet për pozicion jashtëloje. Në fraksionin e dytë të lojës, dinamovitet kanë disa mundësi të mira për të shënuar golin e barazimit, por pa arritur ta dërgojnë topin në rrjet. Mbyllet gjithçka 1-0 për Vllaznin në kryesfidën e javës së 11 të Superligës, ku çeblut tashmë kryesojnë të vetëm kampionatin me 23 pikë, ndërsa Dinamo mbetet në vendin e 4 në kuotën e 18 pikëve. Bëm atë që nuk bëm në ishën tjetër duke fitu 2-1 dhe duke fal golin e barazimit tek Gnatis. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, po thuaj se realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, lujtën me sakrificë maksimum, edhe dëmtuam, edhe me probleme, edhe keshte ndeshje karakterit, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Përse pas ndeshjes trajneri Dajan tha që Vllazni si kemi mësuar si duhet futbolli. Keni një koment për këtë? Me thonë unë këtë punë, mirë se kam lujtë futbol dhe të Vllaznia, po ka njërës që s'kon lujtë futbol kur s'kon këtë drejtë, sepse Vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë të fushë dhe mësoj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, lujti më mirë se na vuni vështirësi, mandej thash, e rëndësishme e kësaj gjajet është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta por dhe minutë madhe 5-97, lanin gjithë shanë fush. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bëjnë një futbol fair play në gjitha drejtimet. Po kur shof që i dalin punës për para, vinë losin karshines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, manej aty dal edhe unë pak nga vetja. Mu më pëlqen Vllaznia si shkollu gjithmonë, shemull, edukatën maksimum, e pranoj, pavarësisht sot se pranosh, e pranoj edhe duhet rokitin e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse si nuk mundesh me ofenduj qytet. Unë shoh me thënë drejt, shoh Partizanin dhe Tiranën. Elmando Gjini u shpall lojtari i ndeshjes, i cili nuk i fsheu emocionet e kësaj sfide dhe rezultatet pozitive që e mbajnë Vllaznin në krye të klasifikimit. Shumë i kënaqur, po edhe shumë i lodhur. Kena dhënë maksimumin edhe kena sakrifiku prej minutë parë deri minutë 19, edhe besoj se kena merituar këtë fitore. E vështirë sot për ballë Dinamos? Shumë vështirë me thënë drejtën, po edhe Dinamo e meriton komplimentin e vet se kanë luajtur mirë, por në fund fitu me ne, e besoj se kena merituar. Shife, Dinamo është një ekip pretendent edhe nuk është ndeshje lehtë kundër atyne, por ata kanë fituar në fushë vet, ne fituam sot. Ishte ashkurlun 2 ekipet më bashkë.